Fakti që ne të paktën do duhet që me qenë se punuam, investuam kaq shumë te kjo reforma në drejtësi. Investuam kaq shumë besim qytetarë shqiptarë, se për atë më vjen keq, jo për lekët. Më vjen keq për besimin që investuan qytetarë shqiptarë duke përfshirë dhe veten këtu brenda. Që ne do të kishim një parzgjedhje të rregullta pikërisht sepse SPAK-u do të ishte aty një garanci për të na siguruar më të mirat e mundshme, nuk po them perfekte. Besim që qytetari besonte se do të reflektojë në ndryshim. Do të reflektojë aty. Në atë që ju thatë që mund të ishte gara me më shumë garanci. Bravo, ku shikoj makinerinë që punonte aty, pra makinerinë lekut që punonte aty, ti thua po kur SPAK-u. Tani kjo nuk funksionoi. Dhe unë sot po ta them me përgjegjësi, në opinionin tim, këto janë zgjedhjet më të këqija që ka pasur Shqipëria që nga viti 1996. Evangeli, në gjykimin edhe dekodimin tuaj, SPAK-u kësaj radhe ishte anemik në veprim? Ishte i dobët, i shkurajuar, me qëse kishte një platformë elektorale e cila priti që të vepronte, apo palët politike në këtë rast sidomos të rinjt, por edhe Partia Demokratike ndonë si ishte kontradiktore në qëndrime dhe retorik publike, kishin pritshmëri të teshkuara. Raport me atë çfarë SPAK mund bënte si stabilitor dhe garantuesi këtyre zgjedhjeve. Natyrisht pritshmëritë për rolin korrigjues dhe ndëshkues të sistemit të drejtësisë gjatë zgjedhjeve ishin më të mëdha se sa provat që kemi marrë deri tani, po ndruaj se do na duhet edhe pak kohë të presim të shikojmë rezultatet. Ju kam thënë edhe një herë tjetër në studio që nëse kjo histori ka ta ndisë tek ca komisioner apo aktor të dorës së tretë apo të katërt, hije e rëndë që SPAK-u pretendoi të hidhte mbi të ligën e procesit, do të pindet në hije vetë SPAK-un. Kam përshtypjen se duhet pritur. Për shembull, qarku i Durrësit, fjala vjen, mund të dëgjojmë surpriza. Ka një hetim që është serioz, pa kush mund të thotë se cili do të jetë rezultati, por logjika, instrumenti logjik, nëse ne e vëmë në funksionim në këtë rast, disa nga personazhet të konsideruar si faktor elektorale, po ju marr Durrësin si shembull, kanë qenë subjekti i përgjimeve të ligjshme, qoftë nga ana tjetër e Adriatikut, qoftë këtej. Personazhe elektorale që kanë një përkatësi të një prej kampeve politike të identifikuar apo jo? Jo elektoral, por të lidhur elektoralisht me kampet. Por që kanë pasur ndikim elektoral. Te cili prej kampeve? Tek Partia Socialiste. Tek Partia Socialiste, por edhe tek një segment i Partisë Demokratike, po në këtë qark. Kështu që është ende herët të flasim. Në këtë rast qarku i Durrësit është rasti izoluar me cilin po merret dhe ka pritshmëri për rezultate nga SPAK-u apo jo? Si shembull. Sërish duke përdorur të njëjtin instrument, kam përshtypjen që mund të ketë surpriza diku në veri, mund të ketë sërish surpriza në Fier ndoshta, në Elbasan. Kështu që është ende herët të flasim për këtë gjë. Se çfarë note do të mund të merrte SPAK-u në këtë rast, është ende shumë herët për ta analizuar. Pa shkuar te nota, unë po them cila mund të ishte pasojë e vjel nga një veprim i SPAK në këto qarqe që ju sapo përmendët. Jo, një sekondë. Para njëherë duhet para do ndodh apo jo. Pastaj të shikojmë cila do të ishte. Jo, në rastin hipotetik nëse ndodh. Ajo që mund të themi është që SPAK-u nuk mundi të bëjë atë të cilën premtoi ta bënte para ndalimin e tyre. Nuk arriti të tremb faktorët jo elektorale, të themi, që të bëjnë ndërhyrje në proces, të cilët nuk është se kanë deformuar rezultatin në vetvete, por, dhe kjo është pjesa e absurdit dhe e paradoksit sërish, më së shumti bëhet fjalë për trafikimin e votave ke gara e dytë më e madhe që është bërë. E keni fjalën për garën e brendshme? Garën e brendshme. Po e tim në këtë? Urdhëra? Si e diti këtë? E di ka SPAK-u? Jo, thash po e përdor instrumentin tim logjik. Edhe po ve prap një bazë të tendosur me veten. Qoftë edhe me krenarin. Po ajo pastaj. Jo, qoftë edhe me krenarin e të shkuar. Krimi është ajo, e kupton. Megjithatë kontestat që erdhën edhe brenda palëve, edhe nëse flasim për kampin socialist janë treguese indicie ka pasur. Natyrisht, unë po them logjika ime më çon. Mirë, dakord. Disa shenja që i lexoj më çoj. Dakord. Paradokset e tjera, për shembull shikoni si këmbejnë rolet njerëzit që qeverisin këtë vend,
që qeverisin majorancën dhe qeverisin opozitën. 16 vjetë më parë, kërkesës së përsëritur të socialistëve hap kutit ose largohu, Berisha ju përgjigj me disa bidona benzin dhe me kutit e djegura në breg të Lumit, diku kthej nga Lundra. Ndërkohë që Rama detyroi 200 shpirtra të shtriheshin në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke kërcënuar me vetë sakrifikim dhe uri. 16 vjetë më pas, kur hapja e kutive tashmë është një akt konkret që e njeh edhe kodi. Hapen me kërkesën më të parë, një lloj si perifrazojmë atë shënimin e famshëm në kartmonedhat e hershme shqiptare. I paguan prurësit më të parë. Rama që kërkonte hapjen me ngulm të kutive, këshillon të vetët që mbylleni këtë histori, dhe po citoj pjesën e fundit. Si që dhe ndodhi, 3 e më shumë personazhet Partisë Socialiste e mbyllën këtë histori. Se kush e di çfarë ushqimi merr qeneria e darkës. Qeneria mediatike. Qeneria mediatike, politike e me radhë. Mediatike kishte.